të mirë presim telefonatën, përshëndetje, mirë se erdhët. Alo, ju dëgjojmë? Alo? Përshëndetje? Alo, përshëndetje? Mirë se erdhët, mund të bëni pyetjen tuaj për cilën telefonuat. Faleminderit. Unë jam një zonjë rreth 48 vjeçe, edhe më dhëmbin këmbët kur eci me shpejt, domethënë kam si ngërç në këmbë, kur eci shpejt domethënë. Edhe lodhem, duhet rrit domethënë që të pushoj pak, po unë jam në rrugë dhe duhet vazhdoj ecjen, edhe kam dhimbje. Gjithashtu më dhëmb dhe thëmbrat, më dhëmbin në fund. Nuk i vendos dot në tokë. Me periudha kam, jo se kam domethënë të përhapur. Unë e kuptova ku është problemi juaj. Juve ju mungon më shumë ky magnezi, zinku, pra ka mungesë të këtyre mikroelementeve. Çfarë mund të bëj zonja? I fut këmbët në ujë të ngrohtë në darkë, që të relaksojmë çik dhe të përmirësojmë qarkullimin e gjakut. Marrim pas kësaj ujë i ngrohtë mund të jetë 5-6 litra, një lugë gjelle krip, një lugë gjelle sodë, dhe marrim pasi t'i heqim nga kjo, bëjmë një masazh të këmbëve, ndoshta me uthull molle dhe ekstraktin e variçeve, ndoshta thjesht vetëm me uthull molle, dhe t'i lyej me ndonjë vaj bimor, ndonjë esencë livan, ndonjë nëse ka rozmarine, ose po të ketë vajin reumer, që ka brenda këtë vajin e sinapit, plus këto vajra që unë i përmenda, dhe kjo do të bëjë një përmirësim shumë të mirë të qarkullimit të gjakut. Është ajo dhimbje si ku shkel në gosht, kur ecën, atë dhimbje jep apo është tjetër ajo? Jo, ajo është zgjatim kocke, bëhen kockat kështu si ç. Ka zgjidhje shumë të mire edhe për atë, por ju duhet konsumoni fara kungulli që kanë magnez zink, ndoshta përdoreni këtë tërfilin e kuq, ose diçka tjetër, për shembull ndonjë vaj kungulli, ose po fara kungulli thjesht.